Flamur Gajtoni, Klan Kosova. Kryeministri përmendet ndërhyrjet, mirë po a keni bo se është bë ankesë në mekanizmat institucional kosovar, ose edhe a parashihet edhe dërgimin në rivotim base edhe në ato qendrat ose komunat ku mendohet që ka pas ndikim ose presion më të madh, edhe një pyetje tjetër që a do të vazhdoni bashkëpunimin edhe në numrat ose në qeverinë e ri me zotin Rashiq, po dhe me komunitetet e tjera jo shumica keni pas kontakte. Faleminderit. Ka procese të hetimit të cilët janë duke u zhvilluar nga organet tona lidhur me atë se çfarë ka ndodhur, dhe padyshim që tash ne nuk dëshirojmë që ndërhyrjen e tyre politike ta kemi si përgjigje politizimin ton nga ne si qeveri. Policia, prokuroria tash do të merret me të gjitha këto raste, ndërkaq që ju takon subjekteve politike që të ankohen dhe të adresojnë që të gjitha këto shkelje, dhe unë inkurajoje, uroj që këtë ta bëjnë, për shkak se pikrisht ankesa, pikrisht kritika është dëshmi e lirisë. Dhe ne jemi dëshmitarë që në vitin 2025 po kemi pluralizëm politik tek serbët, për shkak se 20% të tyre, së paku 20%, pavarësisht gjithë kësaj lufte hibride e këtyre sulmeve e kërcënimeve, nuk e kanë votuar listën serbe. Ka qenë bindja ime se lista serbe nuk është dashur fare të certifikohet. Këtë gjë ka kërkuar edhe subjekti politik që unë udhëheq në KQZ. Mirë po, ju e dini që ne i kemi aty vetëm 2 antarë prej 11. Ndonë se i kemi pasur 50.3% të votave në zgjedhjet e shkurtë të vitit 2021. Pra nuk e kemi as 20% të antarëve, ndërkohë që i kemi më shumë se 50% të votave. Ky është një nënpërfaqësim diskriminues që i është bërë lëvizjes vetëvendosje, e cila ka kërkuar që të mos certifikohet lista serbe. Nuk ka pas mirë kuptim nga PDK, LDK edhe AK. Thjesht ato e kanë pamundsuar korumin ku do të vendosej për një gjë të tillë. Sot nuk do t'i kishim këto probleme. Pikrisht tash ka qenë koha që ta marrë mësimin lista serbe duke mos e leju certifikimin e saj. Mirë po u bë certifikimi, sepse i shihni çfarë 3 partish opozitare i kemi fatkeqësisht. As për këtë gjë nuk kanë mundur që të mbajnë qendrim parimor. Ne bashkëpunojmë me pakicat në Kosovë, me të gjitha ato që dëshirojnë të kontribuojnë, të përfitojnë, të integrohen, padyshim që ministri Rashiq është ministër shembull i qeverisë tonë, por gjithashtu është edhe ministri i cili ka kontribuar për komunitetin serb më shumë se sa cili do ministër tjetër në këtë pozitë para tij. Dhe unë besoj që sulmet që i ka përjetuar ministri Nenad Rashiq është pikërisht për shkak se ju ka ndihmuar komunitetit serb. Ky ju ka ndihmuar shumë serbët e Kosovës dhe prandaj është sulmuar. Se po mos ndihmonte serbët e Kosovës ministri Rashiq, atëherë mos puna e tij do ta sulmonte. Mirë po, kur e kanë parë që gjithnjë më shumë serbët janë të kënaqur me kontributin që ky jep, me ministrinë e tij, me buxhetin për serbët në nevojë, e kanë sulmuar më shumë. Janë friksuar, andaj janë përpjekur ta friksojnë. Mirë po, kanë dështuar. Ne bashkëpunojmë edhe me pakicat e tjera dhe synojmë që në mandatin tonë të ardhshëm qeveritar, me mua si kryeministër, t'i kemi edhe ata në mazhorancën tonë e në kabinetin qeveritar.